shkojshe përmes një kuvendi të rregull zgjedhor ose një kuvend të jashtëzakonshëm. A mendoni që do të ishte kryetari i mirë i partisë zoti Rama me aq sa kemi parë në aktivitetin e tij politik, duke qenë kryetari i Komunës Prishtinës? Unë zotin Rama e njoh përmes Lumir Abdixhikut. Dhe këtë Prishtina edhe këtë Kosova nje përmes Lumir Abdixhikut, sepse ka qenë ai Lumir Abdixhikut që e ka zgjedhur zotin Rama dhe ka pru si kandidat, edhe kur e ka pru i kanë thonë që a ke pru këto. A ishte befasi për ju, edhe për ju? Kur e ka prua? Po. Jo, sepse unë e kam djallë në architektën, pëlqejnë architektët. Okej. Nuk ka qenë befasi sepse architektët kam djallë në Hamburg. Pëlqimi për Parim Ramën ishte me automatizëm për shkak se djali juaj është arkitekt. Po, në arkitektura, më mendoja që do të bëhet ndryshim dhe architektët janë njerëz që lexojnë, kanë matematikë dhe janë pak më të gjutë se të gjithë tjerët. Architektët edhe studentë të fakultetit mjekësisë, edhe të elektroteknikës. Prandaj atëherë kur ka ardhur, apo thënë edhe në të gjitha zgjedhjet e kemi mbështet të gjithë, jo vetëm na, po edhe gjithë strukturat e LDK-s dhe i ka fituar zgjedhjet 2 radhase. Tani që ambicet janë shtu, duhet përmes një program për një kuvend të LDK-s. Se shtuan ambicet, domethënë kur ka qenë gjithkusht njeri vetë është i tillë, ambicet kur rritesh shtuan ambicet për më shumë. Dhe është në rregull kjo. Por edhe Isa Mustafa, kur e ka pas pru Fatmir Sejdiu këshilltar, tani kandidat për kryetar komunë, një ditë ju kanë shtuar ambicet më bëu kryetar LDK-s. Dhe edhe kjo në rregull veç përmes organeve, se s'ka ne keq. Që Isa Mustafa ka qenë parë pjesë e LDK-s. Jo, ai ka qenë Isa Mustafa dhe disa të tjerë kanë qenë me prekun partinë e Bujar Bukushit, po edhe disa të tjerë që tani po kërkojnë zëshëm ndryshimin e LDK-s, po sila që tjetë, po thojmë që ambicjet e njerëzve shtohen duke ambientu me politikën dhe me punën në vendin e vetë, edhe ambicjet shtohen më shumë. Tani o ambientu zoti për Parim Rama, e ka kryer një mandat, e ka fituar një mandat tjetër, dhe në atë mandatin në këtë mandatin Prishtina gati gjysma e Kosovës, dhe unë pramën iva që VLDK ka vetë 3 drejtori në PDK-ja 8. PDK-ja 8 për mua më do e çuditshme kjo, sepse strukturat e LDK-s e kanë mbështet fuqishëm edhe jashtëzakonisht shumë dhe me pas ata 8 e kjo 3, 5 më shumë tepër. Çuditshme po si e vlerësoni ju? A jep kjo fash sinjale sepse kohët fundit janë shtuar edhe zëra që për Parim Rama është një figurë politike afërt me Partinë Demokratike të Kosovës? Po, nëse thojmë, qëre, ai zoti për Parim Rama ka bën një shpjegim një ditë kur kishin me atë kandidatin për kryetar. Votat e PDK-s janë nda. Nuk janë fort votat e PDK-s që e kanë bërë për Parim Ramën kryetar. Sepse dikun 10.000 vota nga PDK-ja kanë shku të LVV-ja, 10.000 tjera nga PDK-ja kanë shku të LDK-ja. Kur është bo votimi për kryetarin e Komunës Prishtinës. Dhe janë do, domethënë nuk mundën me thonë ata që nuk kanë bërë vota. Tani LVV-ja ka bërë koalicione edhe me PDK-n. E kinë fush Kosovë koalicione me PDK-n. Dakor, pas besoj që PDK-ja ka ma shumë drejtori se sa LVV-ja në fush Kosovë. Po mirë, po koalicione kanë bon. Koalicione nëse LDK-ja bën një koalicion, ku do qoftë që e bën, bëhet buje madhe. LDK-ja bën një koalicion me PDK, nëse LVV-ja se bos kërkosh e sopa. Vese për këtë kam përshtypjen PDK-ja ka bërë kryetarin e Gilanit. Kam përshtypjen që për këtë koalicionin në Prishtinë nuk ishte dakord Lumir Abdixhiku. Jo për koalicionin, sepse nëse thëmë që nuk i ka nimu PDK-ja dhe këtu rajmë, sepse është e vërtet që i ka nimu PDK-ja për Parim Ramës, me u bon. Po i ka nimu dhe LVV-s. Po ma shumë kanë shku për Parim Ramës, sepse kjo e ka përdor një taktik më të mirë. A dhe ka përdor një taktik të autobusave, taktik që i ka fitu votat dhe ajo Allalikov dhe u bo major, dhe u bo kryetari Prishtinës. Por nëse ju kanë shtu ambicjet, duhet përmes kuvende. Unë menej qështu. Zoti Abdixhiku më rëmë kur foli për Parim Ramën, përmendi edhe fjalën tradhti në një moment. Si ishin raportet mes këtyre 2 figurave politike?